Të nderuar besimtar, xhuman e kaluar ishin së bashku për të festuar një festë të madhe, një prej dy festave të musliman, festën e Kurban Bayram. Ishin ditët më të mira, dhjetëshja e parë e muajit Dhulhixhe, për të cilën Allahu i lartësuar foli në Kur'an duke i dhënë një vlerë të veçantë. Ishin ditët më të mira, ku miliona musliman, miliona njerëz u mblodhën në vendin e bekuar për të kryer një nga adhurimet, një nga shtyllat e Islamit, që është haxhi. Ku e lutim Zotin ton, ta ketë pranuar haxhin të gjithëve dhe atyre që se kanë bërë akoma, Zoti ja mundsof që të arrijnë një kënaqësi të tillë. Allahu i lartësuar në surën e 2 të Kur'anit, në 4 apo 5 ajete, flet për haxhin dhe për rregullat dhe për kushtet e tij. Dhe në fundin e këtyre ajeteve, posaçërisht në ajetin 200 të surës Bekare, Allahu i lartësuar drejtohet dhe thot: kur ta kryeni haxhin, pra pasi e keni përfunduar haxhin, përmendeni Zotin tuaj sikurse i përkujtoni edhe prindërit tuaj. Madje thot Zoti, edhe më shumë se sa kaq. Pse ka zbritur ky ajet kuranor? Ka qenë traditë tek të parat e arabëve, të cilët pasi e kryenin haxhin, meritet e tyre të gabuara, si kryhej haxhi dikur, rreth e qark Qabes, 7 rrotullime, me fishkollima dhe me duar trokitje. Kjo ka qenë traditë e arabëve të hershëm, para se të vinte pejgamberi alayhis salam si profet i Zotit. Çfarë bënin ata? Pasi i mbaronin ritet e tyre, mblidheshin dhe fillonin muhabetin e dunjas. Fillonin përkujtimet e dunjas, duke përmendur gjithë secili prej tyre prindin e tij. Baba im ka qenë i tillë, ka bë këtë gjë, ka shku dhe ka ardhur. Dhe i harronin ëmbëlsinë e vërtet. Cila është ëmbëlsia e vërtet? Allahu i lartësuar tha: përkujtojeni Allahun siç i përkujtoni prindrit tuaj, madje edhe më shumë. Ka tregon se dhikri kundrejt Zotit gjithësisë, përmendja e Zotit të gjithësisë duhet të jetë pa diskutim më e madhe se sa përmendja e çfarëdo lloj gjëje tjetër. Ne jemi në dunja dhe e dim se çfarë po ndodh me ne. Dhe e dim se sa jemi ne përkujtues të Zotit ton dhe sa jemi përkujtues të dunjas ton. Dhe nuk do të gjesh një tavolinë, nuk do të gjesh një grumbull njerëzish, vetëm se do t'i shohësh ata duke folur me preokupimin më të madh për dunjan e tyre. Dikush për biznesin e tyre, dikush për suksesin thojzat të tyre në shkollë, dikush për gallatën nëpër universitete, e dikush flet me krenarin më të madhe për vjedhjet e tij, për manipulimet e tij, për hilet e tij. Allahu subhanahu wa taala nuk është kurse si i kënaqur me një gjendje të tillë. Zoti i gjithësisë po i orienton njerëzit tek përmendja e diçkaje që është më me vlerë se sa përmendja e dunjas. Përmendeni Zotin tuaj, siç i përmendni prindrit tuaj, dunjan tuaj, por madje edhe më shumë se sa kaq. Lumë për atë njeri i cili gjuhën e tij e ka të lagur me përmendjen e Zotit. Lumë për një njeri që vazhdimisht e përkujton Zotin e tij. Ky njeri do të ketë sevapet shumëta, ky njeri do të ketë shpërblime të shumëta. O vëllezër, o musliman, në një hadith që quhet hadith qudsi, të cilin e transmeton Abu Huraira nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, ku thot: Allahu i lartësuar ka thënë: unë jam në mendimin e robit tim për mua,
Si ta kesh ti mendimin për Zotin tat, ashtu do të vijë Zoti i gjithësisë. Nëse ke mendim të mirë për Zotin, Allahu do të vijë me mirësi. Nëse ke mendim të bereqetshëm për Zotin, Allahu do të vijë me bereqet. Nëse mendon që Zoti do të japi sukses, ka me dhon Zoti sukses. A nëse thu zbohat më. Normalisht që zbohat. Se mendimi jot për Zotin është i keq. Nëse thu ky vend zbohet më, e ka ndalu pejgamberi alayhis salam me thonë njeriu u shkatruan gjithë tash s'ka ngel më asnjë. Nuk bën kështu. Muslimani është optimist. Ne e shohim gjendjen, ama kurse si nuk kemi mendim të keq për Zotin. Dhe për fat keq, në ka rasti shumë me ngju njerëz që thonë edhe Zoti se rregullon më këtë vend. Po si se rregullon ka Zoti këtë vend? Allahu e ka rregulluar këtë vend dhe i ka dhënë bereqet dhe mirësi të shumta. Si se rregullon Zoti këtë vend? Mjafton të thotë bëhu, do të bëhet. Se as ka fuqi, a ti dyshon fuqinë e Zotit, apo dyshon mirësinë e Zotit, apo dyshon bereqetin e Zotit. Ki mendim të mirë për Zotin e gjithësisë. E pastaj, thot Allahu i lartësuar në këtë hadith qudsi, nëse njeriu më përmend mua në veten e tij, unë do ta përmend atë në veten time. Nëse ti thu subhanallah, do të përmendi Allahu i lartësuar ty. Nëse ti thu alhamdulillah, ka me të përmend Zoti i ty. Nëse ti thu Allahu akbar, do të përmendi Zoti i ty në qenjen e tij fisnike. Subhanallah el azim. Nuk është çudi që robi me e përmend zotëriun e tij. Çudi është kur zotëriu i tij e përmend robin. Dhe në këtë rast, kur krijuesi jon me na përmend ne. Por pastaj Allahu i lartësuar vazhdon dhe thot, nëse njeriu më përmend mua në një grup njerëzish, unë do ta përmend atë në një grup edhe më të mirë që janë me lajket e Zotit. Nëse ne mblidhemi me njëri tjetër dhe e përmendim Zotin, dhe e përkujtojmë Zotin, dhe përkujtojmë fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ka për të na përkujtu dhe ka për të na përmend Zoti i gjithësisë neve tek një grup më i mirë i krijesave që janë me lajket e Zotit të gjithësisë. O vëllezër, o musliman, në dinin e Zotit, në fenë e Zotit, nuk do të gjeni një punë më të lehtë se sa përmendja e Zotit. Përmendja e Zotit nuk kërkon as abdes, as gusul, as nuk kërkon të rish në kom, të rish ul apo të rish shtrirë. Përmendja e Zotit bëhet në çfarë do lloj gjendje. Se dikush thot nuk e përmend Zotin kur jam shtri. Gabim e ke. E ka përmend pejgamberi alayhis salatu wassalam. Siç transmeton Aisha bashortja e tij, që thot pejgamberi alayhis salam e përmendte Zotin e tij në çfarë do lloj gjendje. Po ne kur falim namaz, duhet me marr abdes. Kur falim namaz, duhet me qëndru në kom, duhet me shku në ruku, në sejdë. Kur agjërojmë, duhet me nejtë pa ngrënë dhe pa pi. Kur shkojmë në haqë, duhet me borë rrotullime, duhet me ecë, duhet me shku me ardhë. Kurse dhikri ti je i lirë me e bo në çfarë do lloj gjendje. Dhikri, përmendja e Zotit, është prej punëve më të mira. Nëse ne nuk bëjmë përmendjen e Zotit, që është vepra më e lehtë, çfarë tjetër do të bëjmë për fenë e Zotit të gjithësisë? Përmend Zotin tat. Përmend Zotin në xhami. Kur futesh në xhami, mos hy me gallatën e dunjas. Në momentin që e hap derën e xhamisë, mos hy akoma me mendimet e dunjas. Thoj bismillah, lutjen që ta ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Po thot profeti alayhis salam, kur hyni në xhami thoni Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. O Zot, mi hap dyert e mëshirës. Po hyn në vendin më të mirë, do kryesh një prej adhurimeve më të mira që është namazi, bëj lutje dhe thuj, o Zot, mi hap dyert e mëshirës. Dhe hapet derën e xhamisë dhe kur ta mbyllësh atë, mbyllë dynjan tënde dhe leje pas. Leje dynjan tënde tek dera e xhamisë. Futu në xhami. Nëse s'ka hyrë koha, fali 2 rekat namaz për kujtim për xhamin. E pastaj ulu dhe përmendë Zotin tat. Është për të ardhur keq gjendja jonë. E sidomos në përfshatra. Futemi në xhami me njetin me taku njëri tjetrin dhe me bo gallat.
Mërmalli me e pa një musliman në xhami, sidomos në përfshatra, që ta shofësh duke lexuar një libër. Aq se s'po lexon se je i vjetër, nuk shikon nga syt. A nuk di me thos subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. A nuk di me thonë astaghfirullah, o Zot, më falë Zot, se kam bërë shumë gjuna. Qëndron në xhami me përmendjen e Zotit. A nuk di ti edhe unë që kur vim në xhami me ngrit durë dhe me bë dua, me lut Zotin e gjithësisë për bereqet në të botë dhe për mirësi në botën tjetër? Pastaj pejgamberi alayhis salatu vesselam na tregon që edhe kur dalim nga xhamia me përmend Zotin. Jo dolën nga xhamia dhe e harrove Zotin. Zoti nuk është Zot vetëm në xhami. Ajo Zot në xhami dhe kudo që ti jesh. Përmende lutjen që e bënte pejgamberi alayhis salatu vesselam duke thënë: Allahumma inni as'aluka min fadlik, o Allah, kërkoj prej teje prej mirësive tua të shumta. Lutë Zotin, përmende atë. Po jo vetëm në xhami, po përmende Zotin në shtëpi. Kur shkon në shtëpi thuj bismillah, jepi selam familjarëve tu. Kur futesh në shtëpi, hyn me komën e djathtë dhe bëj bismillah. Dhe mbyllet derën me bismillah. Dhe do të kesh rehati dhe qetësi në shtëpinë tënde. Se hyn në shtëpi si hardallos, hyn në shtëpi pa mendje fare e pastaj zihesh me grua, me fëmijë, me babën, me nonë. Po normal që do zihesh se bashkë me ty kanë hyrë dhe armiqtë e tu, kanë hyrë dhe shejtanët e mallkum. Kur han bukë, thuj bismillah. Kur mbaron, thuj alhamdulillah. Kur shkon me fjetë, thuj e dhikrin e mbrëmjes. Edhe nëse se din, thuj 3 surët e fundit, Ihlas, Felek, Nas. Përmende Zotin tënd në çfarë do lloj kohe, në çfarë do lloj gjendje. Sot më shumë se kur, po i shohim njerëzit të cilët ankohen se janë të prekur nga mësyshi dhe nga magjia. Dhe vrap në përfallxor të ndryshëm, vrap në përxhallar të ndryshëm. Po ti je vetë hoxha i vetës tënd. Përmende Zotin në çfarë do lloj gjendje dhe do të shohësh që me lejen e Zotit s'ka për të gjetur asnjë gjë e keqe. Sa është Allahu që mbron dhe jo hoxha apo dikush tjetër. Allahu e ka në dorë njeriu. Po si ti mos e përmend asnjëherë Zotin, magjia është pak, e mësyshi është pak. Themi pak sepse rreziku është i madh. Përmende Zotin tënd sa më shumë. Përkujtoje atë mëngjes edhe mbrëmje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një fjalë të tij na drejtohet dhe na bën një krahasim. Do thot profeti alayhis salam, personi i cili e përmend Zotin në krahasim me atë që nuk e përmend Zotin, është si i gjalli me të vdekur. Personi që e përmend Zotin është i gjallë. Ai i cili nuk e përmend Zotin është sikur i vdekuri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përmende Zotin tënd, sepse kjo do të ketë dobi për zemrën dhe për shpirtin tënd. Allahu i lartësuar në Kur'an është drejtuar dhe ka thënë: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me të vërtetë që me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Sa herë kemi qenë në vështirësi, sa herë kemi pas ndaj hall në gjohë, dhe kur ke thënë la ilaha illallah, të shqetësu zemra dhe shpirt. Ka rahat trupi jot. Kur ke thonë subhanallah, i lartësuar, i lartëmadhruar jeti o Zot. Kur ke thonë alhamdulillah, po falenderuar qofsh o Zot, sa shumë të mira që na ke dhënë. Po le të jetë gjuha jonë e lagur me përmendjen e Zotit. Dhe kur e përmend Zotin tënd, ki parasysh 2 gjëra kryesore. Kur e përmend Zotin tënd, ki parasysh 2 gjëra që të bëjnë dobi. E para, përmende Zotin tënd me qetësi. Sa mbaron namazi, bëjmë dhikrin pas namazit. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Si ti thush shpejt e shpejt, nuk gjen asnjë lloj qetësie. Nuk do të rehatohet shpirti. Mos thuj unë i them, por nuk rehatohem. E di pse s'rehatohesh ti edhe unë. Se je duke bëu dhikrin dhe se di ç'a numri je, se e ke mendjen ke puna. Nuk e di ç'a vendi je, nuk e di ç'a e të thonë, mos flasim pastaj për namazin. Se sa hym namaz, një Zot e di gjendjen tonë. Përmende Zotin me qetësi. Le të jetë një çast, një moment në xhami, në shtëpinë tate, veçohu pak.
le pak telefonin anash, të bëll dhikrin të lumë telefon. Nuk ndjen qetësi, ti po e bën dhe po e heq barën e përgjegjësisë para Zotit, ama nuk do ndjesh ati dhe qetësi. Lej pak anash gjitha, 5 minuta, 2 minuta, dhe përmende Zotin ta. Dhe e dyta, dhe kjo ka të bëjë më shumë, kur jenë në shtëpinë tate, kur e përmend Zotin, përmende me pak zonin e lartë, që ta ngjojnë edhe tjerë. Ta ngjojnë edhe gruaja që s'falet, që si bi menja për Zotin. Ta ngjojnë edhe fëmia që e ka harru babën nonën, leje pastaj Zotin e gjithësisë. Ngreje pak zonin, që ta ngjojnë gjithë se do të ketë dobi inshallah dhe do të bëhet sebeb që ta përmendin edhe të tjerët Zotin e gjithësisë. E lutim Zotin ton që ta bëj për dashur për ne, ta bëj të dashur për ne përmendjen e tij. Allahu i lartësuar na mundsof dhe na bëf për atyre të cilët çdo çast, çdo moment e përkujtojmë Allahun subhanahu wa taala. Përderisa ne po e përkujtojmë dynjan tonë, është akoma shumë herë më e mundur që ta përkujtojmë Zotin e gjithësisë. Allahu na falë dhe na mëshiroft të gjithëve. E lutim Zotin ton, na falë ne prindërit tan, të afërmit tan, të gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.